Procesi i dezinsektimit në territorin e Bashkisë Shkodër po zhvillohet sipas planit të përcaktuar, ku deri tani janë kryer 4 trajtime, ndërsa në fillim të muajit korrik do të nisë faza tjetër. Një ndër zonat problematike mbetet plazhi i Velipojës. Megjithë ndërhyrjen, prania e mushkonjave vjen të jetë shqetësuese, por sipas pushuesve, situata duket se ka përmirësim në krahasim me vitin e shkuar. Në krahasim me vite tjera si vjet mirë është. Pak kohë krahasim me vite tjera jo mirë. Ma pak ka përmirësim. Na me thonë 50% përmirësim të mushkonjave ka. Mirë, në rregull krejt. Sa ka marrë, nuk e di për me thonë për këtë. Te sot s'kemi pasën të, nështë ditë të ashme, ka gjasa se mujnë vinë. Procesi i dezinsektimit që po realizohet nga shërbimi epidemiologjik do vijojë deri në Vjeshtë, ndërsa zonat të cilat po trajtohen janë ato me ujë të ndenjur, ndërsa në mbështetje të shërbimit epidemiologjik është edhe bashkia, e cila po punon për identifikimin e zonave problematike.